Do të flasim tani përmes videolidhjes online me deputetin e Lëvizjes Vetëvendosje Alil Thaçi. Mirëmbrëma zoti Thaçi. Mirëmbrëma. Dështua dy herë zoti Thaçi për ta formuar qeverinë e re pas Albin Kurtit edhe me Glauk Konjulsen. U dëshmua që si patet numrat, më në fund. Po, është dëshmuar dhe sigurisht që ky është një standard i ri i ardhur nga Lëvizja Vetëvendosje, mund të them, sepse është dëshmuar që Lëvizja Vetëvendosje nuk bën pazare siç kanë bërë në të kaluarën, qoftë me terminale apo me prunë të shtetit, prandaj ne as nuk kërcënohemi e as nuk shantazhohemi nga subjekte të ndryshme politike, të cilat edhe siç u po bën bllok zboshku me listën serbe për ta bllokuar krijimin e institucioneve të Kosovës, gjithsesi qeverisë së Republikës Kosovës. Keni pritur reflektim nga ish partitë opozitare, por nuk është përgjegjësia e ish opozitës që ta votojë ndonjë qeveri, apo jo zoti Thaçi? Meqenëse keni pasur marrëveshje politike. Shqipëni, sot ka qenë një seancë që me të vërtetë të gjithë deputetët ish dashur të reflektojnë, sepse ka qenë në pyetje buxheti dhe për dy komuna, respektivisht për 3 komuna, që siç është Prishtina, Xhiloni dhe Zubin Potoki, dhe njëkohësisht çështja e pogave në RTK dhe buxheti i RTK-s, që është me të vërtetë e ndjeshme kjo punë. Unë si deputet i kam bërë thirrje kolegëve të mi nga opozita që të reflektojnë të paktën sot që ta krijojnë qeverinë, apo edhe në seancën e parë që të votojnë komisionet të kuvendit, por një gjë e tillë siç u po edhe nuk ndodhi. Ata duan të bllokojnë ashtu siç na kanë bllokuar tash e sa muaj. Sigurisht që tashmë mbetet vetëm të dihet data e shkurjes në zgjedhje. Dhe pikërisht presidenti Vjosa Osmani ka ftuar në takim nesër liderët e subjekteve politike, cili do të jetë qëndrimi i vetëvendosjes, cila është data që preferoni që të shkohet në zgjedhje. Janë përmendur dy opsione, 21 dhjetor dhe 28 dhjetor.